Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës, i cili gjithashtu, siç ju kemi paralajmëruar, po xhirohet në terren. Kësaj radhe erdhëm këtu në qendrën e ndihmës së shpejtë në Bukuresht për të takuar me doktor Rihat Rexhepin, i cili është shef i ndrimit. E me te do flasim dhe nga i do marrim informacione sa i përket gjendjes momentale në këtë shërbim urgjent, cilat janë kushtet në cilat para se gjithashtu punojnë ata, por për më shumë do duhet të qëndroni, të na ndiqni dhe besoj se do ju përkujtojmë se në cilat raste duhet të thirret ndihma e shpejtë në numrin 194 dhe 112. Pra, qëndroni me Provitën, këtu jemi bashkë me mjekët e këtij reparti. Doktor Rihat, faleminderit, ndatë kohë na pranuat neve si ekip, zatem si gjithmonë jeni i gatshëm për të na i dhënë gjitha ato informacionet për cilat mendojmë se ne si qytetar kemi nevojë të dimë. E tani shkojmë me temën voçte të emisionit. Stina e verës dhe ndihma e shpejtë. Si po funksionon, cilat janë telashet e qytetarëve dhe si do e kishit filluar ju emisionin dhe sqarimet rreth punës që po e bëni. Faleminderit edhe juve që jeni pjesë e pandashme e jona, që na mundsoni që hallet brengat tona që i kemi të përcillen tek të gjithë qytetarët, si zakonisht çdo ndryshim temperature, qoftë temperature ulët, qoftë temperature lartë, tash jemi momentalisht në stinën e verës, kemi domethënë ngritje të thirrjeve edhe të intervenimeve nga ana e ndihmës së shpejtë, si thirrje më të shpeshta, domethënë kemi ata personat të cilët veçmë janë kategori e rrezikuar, të themi që janë me sëmundje kronike, personat të cilët pësojnë lëndime në vende publike, qoftë aksident, qoftë kolaps, e kështu me radhë. Më të shpeshta janë, domethënë, variacionet e tensionit arterial. Kësaj periudhe, domethënë, më së shpeshti kanë tension apo shtypje të ulët, gjë që ndikon të ju përkeqësohet gjendja aktuale, e cila përcillet me simptome zakonisht marramendje, plagështi, lodhje. Të gjitha këto vështirësojnë funksionimin normal, përveç që i përmenda këto pacientë të cilët janë veçse me sëmundje kronike, normal edhe personat të cilët janë të shëndosh, nga temperaturat e larta pësojnë ndryshime si në humor, ashtu edhe në simptome të ndryshme. Doktor, si po funksionon kjo qendër, unë do të quaja urgjente e ndihmës së shpejtë? Kanë paralajmëruar kompetentët ose ish ministri se me sjelljen e ca reformave do kemi edhe ndryshim në këtë institucion. Deri tani ka funksionuar në kuadër të shtëpisë shëndetit apo jo? E tani, si duket prej muaj shtator apo kur, do funksiononi në mënyrë vetanake. A mund të na sqaroni fillimisht se për çfarë bëhet fjalë, si është plani në këtë drejtim, e pastaj të ndalemi në ato informacione që janë kryekput për të mirën e parandalimit të smundjeve, për të mirën e qytetarëve, e pse jo edhe të na sqaroni cilat janë telashet më të shpeshta dhe si të reagojnë në momente të caktuara. Sa i përket kësaj pyetje, ne ende jemi në kuadër të shtëpisë shëndetit në Shkup, siç e ka paralajmëruar ministri që do të funksionojmë si institucion në vete, mirëpo kjo do kohë derisa të bëhen këto ndryshime, edhe nuk do të jetë në shtator, po nga fillimi i vitit 2027 kaq kemi informacione sa i përket kësaj pjese, sepse po punohet vazhdimisht, do me thënë, grup pune nga shtëpia e shëndetit, nga Ministria e Shëndetësisë edhe nga qendra e ndihmës së shpejtë për të arritur deri tek ajo më e mira për qytetarët. Për momentin ne po funksionojmë me 5 deri 6 ekipe për gjithë qytetin e Shkupit, që është një gjendje alarmante e cila është në kontinuitet vite me radhë. Po them 5-6 ekipe, dhe këto ekipe janë të formuara me ndihmën e kolegëve specializantë
interesanteve të cilët në kohën e pushimeve në verë janë të tërhequr nga specializimi ku edhe specializojnë që të ndihmojnë të kemi ato 5 ekipe të gatshme, 5 apo 6 ekipe, varësisht është ndrim dite apo ndrim nate, që sadopak t'i mbulojmë të gjitha ato thirrje të cilat i kemi nga ana e qytetarëve. Sa për informacion, sa për njohuri të qytetarëve, do me thonë ndihma e shpejtë me këto 5-6 ekipe, kujdeset për qytetin e Shkupit, për fshatrat, kujdeset për autostradën Shkup-Veles, për autostradën Shkup-Tetov, kujdeset për burgjet, burgun e Idrizovës, burgun e Shutkës, kujdeset për stacionet policore, kujdeset për shtëpit e plegjve, do me thënë është një barë e madhe për ndihmën e shpejtë. Gjitha këto raste ti menaxhojmë me vetëm 5 ose 6 ekipe gjatë ditës, pa harruar edhe evenimentet e rëndësishme, qoftë politike, qoftë zbavice, qoftë kulturore, ku ne jemi të detyruar të jemi prezent në ato manifestime, përderisa zgjat, do me thonë, ai manifestim apo evenimenti ndryshëm, për arsye sepse kemi paraqitje sepse do të marrin pjesë një numër i madh i qytetarëve edhe duhet të ketë ekip për çdo rast. Do me thonë, krejt kjo është një barë e rëndë për neve si mjek në telefonat ku i pranojmë thirrjet, sepse jemi, do me thonë, detyruar të bëjmë selektim të thirrjeve, për fat të keq nuk mund t'i pranojmë të gjitha thirrjet dhe një numër të madh të thirrjeve i të themi në një çfarë mënyre i rregullojmë përmes telefonatës, ju japim këshilla se si të veprojnë në rast përkeqësimit të gjendjes, pas këshillës që i kemi dhënë të na kontaktojnë përsëri. Normal duhet kohë, për shembull, nëse japim këshillë të përdoret terapie ndryshme, japim një afat kohor derisa të reagon ajo terapia dhe ju themi që të na kontaktojnë pas asaj kohe, diku 40 minuta, të na tregojnë për gjendjen e pacientit, a ka përmirësim apo vështirësim të gjendjes aktuale, dhe varësisht nga ajo që i marrmi të dhënat në telefon, reagojmë ose i këshillojmë nëse kanë mundësi, nëse është personi në gjendje të lëvizshme, nuk bëhet fjalë për personin i cili është i palëvizshëm, ku patjetër jemi të detyruar të dërgojmë ekip, nëse munden vetë të kontaktojnë mjekun apo spitalin më të afërt. Edhe këtu shfrytëzoj rastin që të apeloj tek gjithë qytetarët që të kenë kujdes për shëndetin e tyre, mos t'i anashkalojnë simptomet të cilët ju shfaqen, sepse shpesh kemi raste kur na paraqiten pasi u ka vështirësu gjendja aktuale, domethënë i ka pas simptomet 4, 5, po edhe 6 ditë, në momentin që ju ka vështirësu më shumë gjendja, nuk shet tjetër rrugdalje, kërkon ndihmën e shpejtë. Domethënë secili duhet të jetë mjek i vetvetes, duke pasur parasysh se si funksionon trupi yt, duhet çdo ndryshim i vogël, për shembull, person që është i shëndosh, nuk ka ndonjë sëmundje kronike, duhet të paktën në 6 muaj të bën një analizë, një kontroll të gjakut, një kontroll rutinë te mjeku am. Do të thonë të bëhet si shprehi se cili ti bën kontrollet e nevojshme. Ne edhe në ato rastet se kur të thirret ndihma e shpejtë, në cilat raste sugjerohet, aq më tepër kur e dim se jeni deficit në ekipe, 4, 5, ndonjëherë edhe 6, apo unë të thoja kështu 4, 5, 6, sepse nëse një ekipe dërgoni në një takim ku ka numër të madh personash, qoftë aktivitete politike apo kulturore, do të thonë me njerë ngelim me 5 ekipe. Një aksident mund të ndërkohë që ndihma e shpejtë, si gjithë kundi në botë, edhe tek ne funksionon dhe duhet funksionon 24/7. Do të thotë edhe të shtunave, edhe të dielave nuk keni absolutisht pushim dhe është vështirë të organizohet. Nga këtu do me thënë edhe pyetja, atëherë, si i selektoni ju ato thirrje të cilat janë, do me thënë, si pas gjithë neve, sepse jo, për çdo rast neve thrasim, do me thënë, ndihmën e shpejtë, apo jo, por për qytetarët mund të jetë edhe një alivanosje e rastësishme, edhe tek njeriu i shëndosh, thirret ndihma e shpejtë. Nga ana tjetër kemi lëndime të ndryshme, qoftë në
gjatë kryerjes së punëve të ndërtimtarisë, po ndodh edhe në shtëpi, apo jo. Mund ndodh gjithçka në çdo moment, mund ndodh ndonjë rast aksident në pishinë, mund ndodh ndonjë rast në rrugë, në autobus, e kështu me radhë, dhe jo rastisht erdha këtu. Kemi pasur dikur edhe numrin alo mjek. Në ndihmonte shumë spaku për një këshill. Tani e pash se nuk po funksionon, ka një kohë të gjatë. Sa kjo do me thënë juve jo u avështirësoj edhe më tepër punën? Normal ishte më lehtë kur funksiononte kjo linja, sepse shumica e qytetarëve normal pasi mbaron orari i mjekëve ata drejtoheshin tek kjo qendër, tek ky numër alo mjeku për një këshill ose edhe mënyrën se si ta marrin terapinë ose çfarë të bëjnë për një konsultim. Tash të gjitha të paraqiten tek ndihma e shpejtë në 194, nuk e kemi problem, mund t'i menaxhojmë edhe ata, mirë po çdo herë fillon si një këshill, pastaj kërkojnë pse nuk po vini ju, pse nuk po dërgoni ambulancë. Neve po të kemi mundësi, nuk do refuzonim asnjë person që ka nevojë për ndihmën e shpejtë. Për qytetarët, sepse nuk janë të ballafaquar me raste të ndryshme, mundet edhe një rast i thjeshtë të duket shumë urgjent. Edhe kanë vërejt, janë vendosur në pozitën e qytetarëve kur e pret ndihmën e shpejtë, 1 minutë të duket se ka kalu shumë gjatë kohë, mirë po ne mundohemi të bëjmë atë selektimin, atë triazhin në telefon, varësisht nga ajo se çfarë na japin informacione bashkëbiseduesi, se ne nuk e kemi një pasqyrë të shohim se çfarë po ndodh me personin për të cilin kërkojnë domethënë ndihmë. Rastet në vende publike ata nuk kanë terapi me vete. Nuk janë të shoqëruar gjithmonë me familjar ose me dikë që i njeh. Gjithmonë i konsultojmë, ju japim këshilla se si të veprojnë derisa të arrijnë ekipi i ndihmës së shpejtë, edhe jemi të detyruar patjetër të dërgojmë ekip, varësisht nga ajo se çysh e paraqet rastin. Ka raste ku ndodh sot sa ka filluar ndrimi, ka pas raste të tilla që ka rarë në autobus. Do me thënë, gjatë vozitjes ka tentu të ndron ulsen prej një ulse në ulse tjetër, edhe është rëzu, është lëndu, mirë po ekipi i ndihmës së shpejtë rastin e ka zgjidhur në vendngjarje, në adresën që na e kanë dhënë, nuk është patjetër do me thënë që të dërgohet në spital. Mirë po, nga ana jonë, patjetër duhet të dërgojmë ekip në atë adresë. Llogariteni kur kemi 4-5 ekipe deri 6 ekipe gjatë ndrimit të ditës. Ndodhin shpesh në të njëjtën kohë të ketë në shumë lokacione të ndryshme, edhe jemi të detyruar të dërgojmë ekipe, mirë po nuk mund ta lëmë bosh pas një ekip rezervë, se nuk mund ta kesh parasysh, nuk mund ta përmendosh çfarë mund të ndodhë, mund të ketë ndonjë ndeshje ti s'mund t'i thosh qytetarit që nuk kam ekip. Prandaj bëjmë selektimet rast urgjent, rast që mund të pres, shembull persona që janë me sëmundje kronike ose ata që janë me për fat të keq, që janë me dhimbta, që janë me kancer. Ne i kemi parasysh, patjetër se dërgojmë ekip. Vizitë shtëpiake, apo jo, por duhet edhe një orar ta kenë, pak pritje. Kanë terapinë që e marrin përmes vizitës shtëpiake, ka raste shembull sapo ka kalu ekipa i vizitës shtëpiake, e kanë dhënë terapinë, pas 1 ore 2 ende ka dhimbje që është normale, edhe ne nuk i refuzojmë, mirë po nuk mundemi aty për aty sa bëjnë thirrjen që të realizojmë për shkak se duhet të trajtojnë persona që janë për vende publike. Në rregull, qytetarët nuk kanë faj, që për shembull ju nuk keni faj që nuk keni ekipe të mjaftueshme. Prandaj, do me thënë erdhëm këtu, na e sqaroni për shembull pse po kthehen në orët e natës thirrjet ose nuk vinë ekipet e ndihmës së shpejtë përderisa një i moshuar alivanoset. Këto janë pyetje edhe të qytetarëve. Pastaj disi shumë më lehtë vetëm u sugjerojnë që t'u japin domethënë një terapinë ose terapinë e zakonshme, të presin ca, pastaj prap ta thrasin, por për ne për shembull është disi jo logjikshme. U aceka këtë
shkaku se e shpjeguam prej në fillim sa ekipe kemi, cilët pjesë kujdesemi ne, shpesh kësaj kohe kemi edhe ekipe që marrin pjesë në për manifestime të ndryshme, që nuk varet nga ne pse i lejojmë, tash ka numër të madh të qytetarëve, duhet të shkon një ekip. Një ekip shembull shkon atje. Pastaj kërkohet për raste në vende publike, aksidente, këto raste që i përmendet në kushte shtëpiake, varësisht nga simptomet, nga gjendja që e përshkruajnë ata që kërkojnë ndihmën e shpejtë, ne edhe e vlerësojmë a duhet të lëshohet ekip apo duhet që t'japim një këshill të presim një periudhë. Prandaj ne kur marrim si një lloj anamneze, kur bëjmë pyetjet, i pyesim qytetarët a ndodh për së pari herë. A është person i cili është i shëndosh apo është me smundje kronike, që ta kemi parasysh se për çka bëhet fjalë. Shpesh ndodh ka pas ndonjë mosmarrveshje në familje ose është lodh gjatë aktiviteteve fizike, ka lëviz tankos ose ka punu ose ka nejt në kamp, pastaj paraqiten simptome, nuk ka marr ushqim në kohë, edhe paraqiten simptome si plagështi ose edhe shpesh tash sezonin e verës kemi edhe helmime me ushqim, me vjellje, me barkqitje. Cilat ato të mjeku am apo kujdestari? Ose me temperaturë, po ndodh në raste shembull kur nuk ju punon mjeku am, normal paraqiten tek ne, ama nuk do të thonë se ne mundet me arrit ndihma e shpejtë, se shembull nuk mundemi të dërgojmë të gjitha ekipet për këto raste dhe mos të kemi për aksidente ose për infarkte, se shpesh na ndodh qytetari vet ka shku në spitalin për shembull 8 shtatori, atje është diagnostifikuar se ka infarkt dhe nuk mund të përpunohet rasti në 8 shtatorin, duhet të dërgohet në klinikën e kardiologjisë, edhe patjetër duhet të lëshojmë ekip. Janë disa raste të cilat ne nuk mund t'i refuzojmë, janë disa raste që jo i refuzojmë, po ju japim hapësirë me këshillat që u a themi të veprojnë, nëse nuk mund të zgjidhet me ato këshilla. Shkupi është një qytet me shumë banor, pavarësisht mos themi 700-800.000 banor, gati 1 milion. Edhe tash ka raste kur personat janë të moshuar edhe nuk kanë asnjë familjar afër që mund t'ua jep ndihmën. Kemi shpesh raste që kërkojnë, janë rrëzuar nga krevati dhe kërkojnë ndihmën e shpejtë që ne vetëm të dërgojmë ekip që t'i kthejmë në krevat. Më vjen shumë keq që nuk mund t'i ndihmojmë, ama aty nuk ka rrezik diçka për jetë, nuk mund ta humb jetën pse është në atë pozitë. Normal, nëse ka ndonjë fraktura diçka, lëshojmë, po do thot dikush, po ku e dini ju përmes telefonatës? Edhe thonë, prandaj erdhëm ju rastisht, ju lutem, na i sharoni që ta kemi edhe ne pak më të qartë. Kemi pas raste, do ta them një rast i tillë. Është vërtet që ju pa e pa pacientin. Një rast i tillë, familjarët, po themi koshërit ose kojshit e kanë pa nga dritarja, një plak i cili jeton vetë, është rrëzuar, edhe nuk i përgjigjet thirrjes në emër, tash normale alarmojnë gjendjen të ndihme e shpejtë përmes numrit 112. Te numri 112 normal janë operatorë të cilët e lidhin me ndihmën e shpejtë, nëse ka nevojë policia dhe zjarr fiksa. Kur bëhet fjalë për këto persona, dera normal është e mbyllur. Nuk mund të shkon ekipi ndihmës shpejtë i pari, sepse nuk kemi si të hyjmë brenda. Normal duhet të kërkohet policia, se pa prezencën e policisë nuk mund të thyet dera për me vepru. Kërkohen edhe zjarr fiksat. Vinë zjarr fiksat, e thyen derën, hin policia, spari, hin ndihma e shpejtë, kontrollohet personi. Kur do shesh personin e ka zënë gjumin në atë pozitë që është rrëzu. Bëhet një kontroll, nuk ka asnjë lëndim trupor, edhe lihet në atë pozitë. Janë disa themi thirrje të cilat mendohen që janë shumë urgjente, dele kundërta, ose në anën tjetër ata që e përshkruajnë si diçka shumë e thjeshtë, ka një çrregullim ama del më serioze.
ne i selektojmë thirrjet një tip urgjent ku menjëherë duhet të dërgohet ekip, dy ku mundet të pret personi i cili e kërkon ndihmën e shpejt, mirë po ndodh shpesh e kundërta, ata që e kanë kërkuar urgjent, kur shkon ekipi atje e sheh që nuk ka asgjë urgjente për jetën e personit dhe anasjelltas ata që e kërkojnë të themi në një mënyrë më të relaksuar ndihmën e shpejtë, e shohin që është ndodh diçka me personin, mirë po nuk bëjnë shumë panik, edhe del që personi e ka gjendjen të rrezikuar, infarkt, sulm në tru, sulm në zemër. Atëherë, edhe njerë, pak na e sqaruat, por na e sqaronin më detajisht tek e fundit edhe si ose në aspekt asaj se çfarë ju si mjek shihni, domethënë se ose e vërini se bëhet fjalë për rast urgjent, që pastaj ne të dim spaku se disa herë ne kemi bërë emisione apo jo të këtij apo ja që me të vërtet ende janë ato dilemat e shumta të qytetarëve, e thirrim ndihmën e shpejt, vije pas 30 minutash, një orë, nuk vije, na kthejnë, vetëm pse na i pyesin, domethënë, për mua është ajo marrja e anamnezës, që është shumë rregull, derisa tek e fundit edhe të vini, ne mund ta japim një ndihmë apo jo, këshilla të cilat i zbatojmë përmes telefonatit. Po jo gjithë në ato momente paniku mund t'i kuptojmë këto. Jo rastisht thash, edhe njerë na tregoni çfarë është rast urgjent për ju, se për ne gjithçka, gjithë kërkuna dhe është rast urgjent. Thash se për qytetarët secili rast është urgjent. Do me thonë, ne shpesh telefonistët kërkojmë të flasim me pacientin, nëse normal është në gjendje që të flet. Kemi raste ku na paraqiten që ka vështirësi në frymëmarrje, shtrëngim në gjoks, i përshkruajnë sakt simptomet si ndonjë sulm në zemër, edhe ndodh ashtu, mirë po ndonjëherë e ngatrojnë me një panik. Prandaj ne bëjmë pyetje shtesë, do të thonë, a ka smundje kronike personi, cila ishte gjendja, çka i parapriu asaj situate, çfarë ishte duke bërë personi, a ju përkeqësu gjendja pasi mori ndonjë ushqim apo pasi u zgjunga xhumi ose pasi bëri ndonjë aktivitet. Shpesh kur na thonë që personi ka vështirësi në frymëmarrje, posaçërisht unë, po edhe gjithë kolegët e mi tentojmë ta ndëgjojmë personin. Edhe nëse nuk flet, i themi ta ofrojmë telefonin ta ndëgjojmë, besoni një edem ku mbushet me ujë, dallohet menjëherë në telefon se çysh merr frymë dhe s'ka nevojë të na japin më shumë informacione, na vetë e vlerësojmë. Ata mund ta përshkruajnë shembull, ka vështirësi në frymëmarrje, personi është me smundjen e astmës, normal. Me ndonjë pneumoni, ndoshta me alergji eventuale. Edhe çka është më interesante, na e cekin sapo jemi kthyer nga spitali, na e kanë përshkruajtur krejt terapinë, po edhe terapinë që e ka përshkruajtur mjeku nuk është menjëherë magji. Domethënë duhet të jepet hapësirë, të jepet kohë, kontinuitet që të ndikon ajo terapia. Prandaj i lus qytetarët për sa i përket vonesës, ta kemi parasysh se ne i kemi 3 ekipe në Karposh, 2 ekipe në Janez Sandanski. Kur kërkojnë nga pjesa e Çajirit, ata mendojnë se vinë nga poliklinika Çajir dhe ne shohim aty në veturë ambulante, dini se shohim. Nuk kemi kohës fundit, është gati është një periudhë gjatë që nuk kemi në Çajir për shkak mungesës së kuadrit. Edhe jo, nuk ka atje, s'ka pas asnjëherë punkt. Domethënë menaxhojmë gjitha thirrjet, rajonin Karposh, Saraj, Natana, Çajirin, Qento, krejt i mbulojmë me këtë pjesë dhe Janez Sandanski një pjesë. Domethënë, ajo është një kohë dikur s'ka qenë ashtu se më duket që në herët kena pas 2 ekipe në Çajir. Prandaj ju lutem na sqaroni atë nga ndihma të shpejtë, se s'po duket pak e logjikshme vetëm nga pjesë. Prej Karposhit. Faktikisht këtu diku ku jemi, apo ose nëse ndodh, shembull, ekipet e Karposhit janë në terren, detyrohemi prej Janez Sandanski të dërgojmë në Çajir. Ose anasjelltas, janë ekipet Janez Sandanskit në asaj pjesës aerodrom Draçev. Se këndej nuk kemi pra. Po se nuk ka ku ekipe. Do të thonë që të mbulojmë të gjitha pjesët, shtëpia e Shëndetit ka diku 9 ose 10 punkte. Duke filluar nga Glumova, Gjorqa, Karposhi, Çajiri, Qento, Petrovec, Draçev, Çuçersandev, domethënë, mirë po nuk ka kush të punon. S'ka ekipe mjaftueshëm. Tash në këtë periudhë ne për shkak se kemi 5 ekipe deri 6 ekipe,
jemi të detyruar që të veprojmë në këtë mënyrë, të selektojmë. Do të thonë që ta kenë më të qartë qytetarët pse po vonohet ekipi, se vjen nga një destinacion pak më i largët, ose nëse është në teren afër atje në Çajër, ka thirrje tjetër, shkon prap më afër. A e keni të qartë? Po. Kjo është gjendja aktuale në të cilën nuk janë fajtor as qytetarët, as ne, do të thonë si institucion shpesh. Sistemi, çka u bë me ato 100 vetura? Edhe sikur ti keni ato vetura. Janë në përdorim ajo? Jo, janë në tender për shkurt kohë do të vinë, ama çka se do të vinë ato ambulancat? Kush do t'i vozisë? Në thënë, për momentin ne kemi nevojë edhe për ambulanca, edhe për kuadër, mjek, motra, shofer. Në thënë, shpesh drejtori i shtëpisë shëndetit e ka bë kërkesën se sa ekipe, sa kuadër nevojitet për me funksionu normal, mirë po diku hasnë ndonjë pengesë, sa i përket anës tonë, ne kemi kërku se sa na nevojiten, tash kur do të realizohet nuk e di. Besoni është një barë, është një vështirësi në telefon kur ta refuzojsh qytetarin, secili nga brenga, nga halli që ndodhet, sillet në mënyrë e cila nuk është e natyrës së tij. Normal, do me thënë, secili del prej kontrollit kur bëhet fjalë për familjarin e vet, kërkon ndihmë, e ceka, nuk e din a është për me ardhur ndihma e shpejtë ajo, se çdo rast e llogaritin si me kënd rast urgjent. Mirë po, sillen në mënyrë të ndryshme, agresive, ose kur e marrin shërbimin, ose pas këshillës që ja kemi dhënë, ju ka përmirësuar gjendja familjarit, pastaj kërkojnë falje, lajmërohen ose ndodhet edhe kjo që ju kërkojnë falje apo jo. Ose janë ama janë normale, ne i mirëpresim, i mirëkuptojmë çdo breng, mirë po kërcënimet nuk na ndihmojnë as neve, as qytetarëve. Do me thënë, duhet bashkëpunim në të dy anët, se shpesh hasim sidomos në vende publike, japin informacionet e nevojshme edhe me njerë mos na mbajnë në linj, po lëshoje ekipën. Ne sapo i marrim adresën se ku bëhet fjalë, ekipi veç se niset për atje. Unë i mbaj, bisedoj që ti orientoj, ti udhëzoj se çka duhet të bëjmë, edhe pse secili vozitës e kalon një fazë të ndihmës së parë, një kualifikim për me marrë licencën për ndihmën e parë, jo rrallë kush din si të vepron. Është një problem tjetër. Mundet ajo ndihmë e cila e jep qytetari i cili është i pranishëm në rastin konkret në të cilën kërkohet ndihmë, përmes udhëzimit që e merr prej neve, mundet që shpëton jetën atij personit, ose mundet ti parandalon komplikimet më të tjeshme, sepse ka raste ku personat janë të aksidentuar, janë me lëndime, janë me fraktura, dhe ata mundohen të nxjerrin, do të thonë patjetër duhet të konsultohen me neve. Këtu do të ndaleshim. Çfarë do na kishit sqaruar pak më detajisht në këtë temë? Ndodh, është e vërtetë që pjesa dërmuese, madje tani më veç edhe të rinjtë kanë lejen ende pa prit, pa i bërë 18 mira, disi i nështrojnë apo jo testeve dhe stërvitjeve për të marrë lejen. Po, edhe lejen. Për vozitje me këtë patjetër duhet ta kalojnë edhe kursin për dhënien e ndihmës shpejt. Por ama, ndonjëherë neve nuk dim si të reagojmë, por ndonjëherë kemi edhe frikë se mos po e dëmtojmë apo mos po ndodh diçka tjetër. Ndodh që për shembull të shohim fatkeqësi, mund vetëm ta thirrmi ndihmën e shpejtë, por nuk ofrohemi aty për arsye të ndryshme. Si duhet veprojmë këtë moment, çka duhet të bëjmë, edhe sipas ligjit duhet të ndalemi apo jo? Na e sharoni. Me që isha ligjerues, jam ende mirë po jo aktiv tek qendra e ndihmës parë, edhe shpesh u potencoj këtë pjesë kandidatëve të cilët e merrnin lejen, do me thënë që të kenë parasysh se si të veprojnë. E sheh një qytetar i cili kërkon ndihmë ose është dikush i shtrirë. Gjëja e parë që duhet ta bësh, ta kontrollosh. E shef a ka shenja vitale. Afrohesh, kërkon zotri, zonjë, a jeni mirë. Mirë po, gjithmonë duhet siguria në vend të parë. Siguria e personit që ofron ndihmë
duhet të jetë në vend të parë, se nuk mund të ofrosh ndihmë nëse e ke veten jo të sigurt. Shembull, ka ndodhur ndonjë aksident, patjetër duhet të sigurohet hapësira. Do të thonë, fillimisht siguria, pastaj hapi i radhës. Nëse janë më shumë persona, përderisa dikush e kontrollon personin, tjetri e merr në ndihmën e shpejtë dhe tregon se është një person, është i alivanosur, nuk po reagon, po e lëvizim, po e thrasim zotria e mirë, nuk po reagon, nuk po merr frym, atëherë më njëherë duhet të fillohet, nëse e ka mësuar, duhet të fillohet pompime, të bëhet, domethënë, reanimacion. Janë momente që vendimtare të themi, ose shpesh që cekët i ikin kësaj pjese sepse nuk dua unë të nuk duan të lashe, shprehemi në mënyrën ose në gjuhën e popullit. Personalisht e kisha vendos pjesën humane, pastaj pjesën e që thoni të lasheve. Gjithkush kur e sheh një person që ka nevojë për ndihmë, kërkoje ndihmën e shpejtë, informoje, nëse nuk mundesh me e prek, më mirë është se edhe nëse ke një uri, ke stres në ato momente, mund të bësh dëm, më mirë informoje ndihmën e shpejtë, tregoj se çfarë është gjendja, merri udhëzimet e nevojshme përmes telefonatës edhe vepro. Se shumë na ndihmon neve si ndihmë e shpejtë kur themi ka ndodhur një aksident, janë të përfshirë, domethënë veturë dhe motor, na tregon sa persona janë të lënduar, si është gjendja e tyre, a ka ndonjë person që është pa vedije, a ka gjakderdhje, se ka raste ne e lëshojmë një ambulancë kur të shifsh 2 nga motori, 3 nga vetura, edhe atë 2 janë gjendje trëmbë. Me një ambulancë nuk mund t'i marrësh të gjithë personat. Llogaritë prej një vendi në një vend tjetër, domethënë prej bazës deri ku e kanë dhënë adresën të shkon ekipi, mesatarisht 5 deri 7 minuta, po them në vende publike, e tash llogaritë duhet të pret edhe aq minuta personi tjetër. Domethënë këto janë disa detaje të vogla të cilat të ndihmojnë edhe për qytetarët, po edhe për ndihmën e shpejtë që më lehtë ti menaxhon, domethënë gjitha rastet. Tani jemi dëshmitar që kemi shumë fatkeqësi në komunikacion, aq më tepër madje edhe më të rinjt me motocikleta, me trotinete elektronike. Kështu në çfarë raste dhe si të veprojmë këto raste? Është sepse keni vërejt para se të vini ju janë qytetarët aty. Tani kush e merr në krah, kush ndihmon mund bëjmë tash shpëtojmë jetë, po nga ana tjetër na i sharoni cilat janë ato. Kur duhet të lëvizet personi, domethënë nëse personi është i vetëdijshëm, edhe tregon vetë që nuk ka lëndime, nuk ka ndonjë gjakderdhje diçka, mundet të lëvizet. Nëse është person i cili është pa vetëdije, edhe ka lëndime, ne si qytetar, po vendosim në pozitën e qytetarëve, nuk mund ta dim a ka ndonjë frakturë. Gjithmonë duhet të bëjmë lëvizjet sikur të ketë frakturë. Nëse nuk ka rrezik që të digjet vetura ose të bjen diku poshtë vetura, më mirë lejna atë pozitë e pret të vinë personat kompetent, ndihmë e shpejtë, zjarr fiksat, policia, se sa të marrësh ndonjë veprim që mendon se je duke vepruar mirë e pastaj ja komplikon gjendjen. Shpesh kemi raste, sidomos të personat të cilat janë me lëndime me motocikletë dhe nuk kanë kacig apo helmet me vete, edhe bëhen lëndime shtesë gjatë lëvizjeve të panevojshme. Domethënë këto raste bëjmë apel që mos t'i lëvizin pa nevojë. Doktor, ne kemi edhe lloje tjera të ndryshme, domethënë të fatkeqësive, mund të padash, domethënë të lëndohet dikush. Pastaj kemi edhe të lashe të tjera familjare që përfundojnë me shpim, me thikë, e kështu gjëra të ndryshme, dhe në këto raste është shumë rëndë edhe pa ndihmën e juaj radhë mund të shpëtohet apo një person i tillë, por edhe nuk din ndoshta edhe familjarët, fëmijët si të reagojnë nëse shohin. Kështu, sa është edhe për ju e rëndë, domethënë si ekip kur të vini në një ngjarje të këtij. Pastaj kemi edhe shumë lloje problemash për cilat fatkeqësisht duhet vini edhe ju, edhe policia, edhe zjarr fiksit. Tani mos ty unë ti sqaroj çfarë është ajo që shihni ju në terren, që edhe ne që kuptojmë pse ndonjëherë edhe shpesh herë mund të them i anuloni thirrjet e qytetarëve.
Sepse për ne çdo rast është urgjent, po ja, këto raste janë shumë më urgjent se raste. Ka raste për shkak se me çka krejt përballoni ju si sistemi i shëndetësisë është në një çfarë mënyrë i organizuar ku edhe pse i kemi 5-6 ekipe, nëse një ekip dërgon pacientin në spital, shpesh ajo ekip mbahet nga ana e spitalit derisa të përfundon pranimi i pacientit. Do me thënë edhe kjo është një ballafaqim, një mungesë e rëndë për ndihmën e shpejtë sepse e ki një ekip më pak. Ndodh ndonjë rast vdekje papritshme e ndonjë personit të ri në moshë ose ka ndodhur ndonjë fatkeqësi apo diçka. Patjetër duhet të kërkohet policia, duhet të kërkohet prokurori publik. Derisa të vinë ata, ekipi ngelet aty derisa të përfundon rasti. Do me thënë kjo minimum i merr 1 ose 2 orë. E keni parasysh se sa mungesë është për ndihmën e shpejtë. Për momentin problem më të madh kemi me pacientët me sëmundje psiqike. Spitali i Bardovcit është në renovim, nuk mund të pranon pacienta. Kapacitetet e 8 shtatorit edhe psikiatrisë në klinikë janë të mbushura, full edhe detyrohen pacientët që të orientohen drejt spitalit në Negorci dhe Demir Hisar. Tash për me i dërgu në Negorci ose Demir Hisar, patjetër duhet të lëshohet ekip, mjek, motor, shofer, plus edhe policia. Derisa të shkon atje, minimum 5-6 orë ti merr derisa të kthesh. Faktikisht edhe pa një ekip komplet gjatë ditës, po, gjatë ditës. Këto janë disa probleme që qytetarët nuk i dim. Edhe kë normal aty nuk i intereson pse sa do kërkojnë shërbim, ama janë disa detaje të cilat edhe neve na pamundësojnë që të funksionojmë në mënyrën më të mirë. Mos harrojmë të cekim edhe rastet sepse është sezoni i verës, ka shpesh alergji të ndryshme, ka shpesh pickime nga insekte, nga gjarprinj të ndryshme, nga qen, nga gjarpin. Ato janë raste të cilat patjetër duhet të kërkohet ndihmë e shpejtë, sidomos alergji të ndryshme kur personat e dinë se si përfundon ajo alergji, do me thonë janë në pyetje minuta, nëse nuk e merr terapinë e nevojshme, mundet edhe me humb jetën. Prandaj duhet çdo qytetar të ketë parasysh ta kërkon në mënyrë racionale ndihmën e shpejtë. Nëse është ndonjë rast urgjent, të marrin këshillat nga ndihma e shpejtë, ne e vendosim a duhet ekip të lëshohet apo vetëm këshill, që t'ju japim hapësirë të gjithë ata që kanë nevojë, domethënë ta marrin në kohë të duhur që mos të kemi komplikime, mos të përfundon në mënyrë fatale. Po, një problem në vete është edhe ose rast kur duhet thirret edhe ndihma shpejt edhe mbytyja në pishinë. Ato janë raste patjetër. Si reagojmë? A keni thirrje për këto raste? Ndodhin raste të tilla. Ose lëndime gjatë apo jo të rinjt kërcejnë, rrëshqasin, mund të... Ndodh që kanë lëndime. Madje edhe qafën të thyen, ashtu të themi, po. Nuk e di sakt me ligj si janë të organizuar me këto pjesë, besoj që duhet të kenë mjek apo pjesa e kryqit kuç të mbulon këto pjesë. Duhet, e tani ai kemi duhet dalim terren të konfirmojmë. Po nëse ndodh ndonjë rast patjetër që duhet të kërkojmë ndihmën e shpejtë, edhe ne e vlerësojmë sa duhet të dërgojmë menjëherë ekip, ose nëse është personi i cili është i lëvizshëm, normal ai i cili shkon në pishinë është i lëvizshëm, mirë po nga lëndimi nga që e ka marrë mund mos jetë i lëvizshëm ose ka gjakderdhje në hund. Ju tregojmë se si të vepron. Edhe pas një periudhe për shembull 10 deri 30 minuta duhet të jetë në pozitën bashkë sikur jemi na me kokën ulur te poshtë, e shtypim këtë pjesën e butë të hundës, e mbajmë për 10 minuta dhe vendosim diçka të ftohtë, ndonjë shishe me ujë ose çfarë do qoftë tek qafa. Nëse nuk ndërpritet për 10 minuta, e përsërisim këtë procedurë deri në 30 minuta. Pas 30 minutave patjetër duhet të dërgohet të bëhet tamponat në spitalin Përkatës. Nuk është e lejueshme, nuk rekomandohet që të fusin në hund gjësende, po për me ndërpresje, sepse ai gjak duhet të rrjedh diku, pastaj fillon të rrjedh gjak nga goja, edhe nga paniku mendojnë që ju ka përkeqësuar gjendja, ka gjakderdhje edhe nga goja. Madje edhe mund të përbihet apo jo pastaj. Edhe mund të ngulfatet në ato masat, domethënë me gjakun.
Ka raste edhe ku shpesh nga kërcimi në ujë ose po flas në pishina mund të dislokojnë domethënë kraun ose po themi në për lumenj në matkë, shpesh ka raste ku kemi lëndime të rënda, domethënë deri në koma përfundojnë pacientët. Domethënë duhet të ketë kujdes në për këto lëndime, patjetër të kërkojnë ndihmën e shpejtë, të marrin udhëzimet, këshillat e nevojshme, pse jo edhe ekipin nëse ka nevojë. 6 ekipe për tërë territorin e Shkupit. Është shumë e vështirë të menaxhohet nga ana e telefonistit, besoj ndonjëherë na vret ndërgjegja, a thu nuk e trajtova, se shpesh ne interesohemi edhe ju themi që patjetër të na telefonojnë. Pas terapisë të na telefonojnë. Edhe shumë janë të kënaqur, edhe janë mirënjohës ndaj këtyre personave kur na paraqiten, faleminderit me këshillën që na dhat, na u përmirësua gjendja, edhe pse është përmirësuar gjendja, të nesërmen të mjeku am patjetër në kontroll rutinë. Apelojmë shpesh te personat që janë me smundje kronike, sidomos ata me shtypje të lartë, para se ta marrin terapinë gjithmonë kësaj periudhe ku janë ditë të nxehta, ta masin fillimisht shtypjen se din të jetë shtypja poshtë, ata përdorin terapi për tension, për shtypje të lartë, edhe plus e rrëzojnë më shumë shtypjen, pastaj ne detyrohemi të trajtojmë persona me hipotension. Edhe jemi të detyruar t'ju themi që të marrin më tepër lëngje, që të ngritin, domethënë, Doktor, si është e organizuar puna juaj dhe intervenimet e juaj kur ndodhin fatkeqësi jashtë Shkupit? Edhe tani ngelim domethënë në mes dy qyteteve apo si ja bëni tani prap do them me 6 ekipe, me 5 ekipe në Shkup, ju nuk ja dini po a keni bashkëpunim ju me... Kur ndodhin këto raste ekstreme, është për fat të mirë, edhe pse janë të lodhur nga ndrimi i natës, ka raste ku paraqiten si vullnetar, vinë më njëherë për kolegët për të ndihmuar për raste të tilla. Jemi në koordinim, domethënë, me këtë 112, gjithmonë nga lokacioni prej ku paraqitesh, e shohim është shumë afër Velesit, mirë po është drejtim Shkup-Veles. Edhe patjetër që ne dalim në ndihmë, dërgojmë 2 ekipe. Nuk kemi ekipe mjaftueshëm, jemi në bashkëpunim, prandaj jemi përgjegjës ndrimi, koordinohemi me përgjegjësin e ndrimit të qytetit tjetër, që të dalim në ndihmë qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë. Edhe pse jemi me numër të vogël të ekipeve, po i menaxhojmë edhe këto raste. Sulmet në tru, si ti dallojmë neve që ka ndodhur, domethënë, ose një person ka pësuar sulm në tru, thirrim ndihmën e shpejtë, duke se shpesh tham edhe vetë edhe ju thatë se ndoshta ndonjëherë ne mendojmë se është shumë urgjente, po ndonjëherë me të vërtetë ne mund të themi se ta anashkalojmë ose thjesht e arsyetojmë ndoshta është thjesht prej nxehtit, shpesh na ndodh kur ata persona një alivanosje, dhe mund edhe ne si qytetar, si familjar të gabojmë dhe nuk e mund ta thirrim ndihmën e shpejtë. E mundohemi me ujë të ftohtë, dini ato metodat ne që i dimë nëpër shtëpi. Po, patjetër, vërrehen më njëherë ato simptomat, domethënë personi sikur është duke nejt normal me familjarët, më njëherë fillon një ndryshim vështirësi në të folurit, nuk e kupton se si flet, domethënë njëra pjesë e gojës, domethënë bie poshtë, dobësim apo marrje të totale e njërës anë të ekstremiteteve, mund të manifestuar vetëm njëra dorë, njëri ekstremitet, ose edhe komplet ana edhe këmbën. Domethënë, neve shpesh edhe përmes telefonatës ju themi që t'i bëjnë këto kontrollat me familjarët, me personin që diskutojmë në telefon. Normal, nëse i vëren ato ndryshime të cilët na i shpjegojnë, patjetër që duhet të dërgohet ekip, mirë po ka hapësirë që mos të dërgohet, mos ta edhe pse vonohet faktikisht ekipi, nuk ka asgjë rrezik, vetëm nëse bëhet fjalë domethënë për ndonjë gjakderdhje, ajo është pak më ndryshe, domethënë ata persona janë edhe agresiv, nuk janë faktikisht nuk janë vetvetja, sillen në mënyrë agresive ose e përshkruan si një dhimbje e cila është si më të shpu me
thike dhe është konstant vazhdimisht, a bëhet fjalë për person i cili paraprakisht nuk ka pas ndonjë diagnozë. Për fat keq kemi shpesh raste ku persona të moshës së re janë të prekur, domethënë me sul në tru ose sul në zemër. Nëse i vëren këto simptoma, po apeloj të qytetarët se shpesh ndodh janë paraqit simptomat, presin të kalojnë simptomat edhe e lënë si asgjë. Ajo është një mini alarm, domethënë po të alarmon trupi jot se këtu diçka po ndodh. Më së miri është të parandalojmë se sa të trajtojmë. Domethënë janë paraqit këto simptome, pastaj janë tërheq, i themi si diçka tranzitore. Sul transitor, sul ischemic transitor ose këtia transitor në ischemic në atak. Kjo është, do të thonë, që duhet patjetër të bëhet kontroll, të konsultohet nevrologu, sepse brenda ditës ose të nesërmen mund të paraqitet një sul i cili ka pasoja shumë të rënda, mund të ngelet i palëvizshëm gjatë gjithë jetës ose më e keqja mund edhe të humb jetën. Doktor, fatkeqësisht ka raste kur edhe vetë ekipi i ndihmës së shpejtë pëson aksident. Çfarë me këto raste? Pse ndodh deri te kjo? Është shumë e vështirë. Ka të bëjë kjo ndoshta edhe fakti që ne shpesh nuk i respektojmë rregullat, ndoshta po ndonjëherë jo që nuk duan, po thjesht i dini rrugët tona. Nuk ka hapësirë të thotë, ka telashe për arritjen e ekipit deri duke shpëtuar, duke dashur të shpëtoj jetë, ekipi mund të merr ndoshta themi kështu edhe jetën e dikujt tjetër. Si e sqaroni ju këtë? Çka po ndodh në rrugët tona? Në më thonë ka janë disa gjëra që i shohim, disa gjëra që nuk i shohim, po flasë si qytetarët, se shpesh ndëgjojmë diskutime, komente nga ana qytetarëve kur e shohin ekipin e ndihmës së shpejtë me dritat ndezur dhe me siren, nuk kanë pacient. Pse janë përpara ekipit? Do të thonë, janë të shku te pacienti. E ke parasysh? Do të thonë, nëse i kanë të ndezur dritat edhe po vozisin shpejt, janë i gjithë ekipi para, janë të shku te pacienti. Ose shpesh ndodh i kanë dritat ndezur, mirë po lëvizin ngadalë. Pse me sirenë pse mbrapa pacienti, do të thonë ekipi po lufton me shpëtu pacientin, janë duke aplikuar ndonjë terapi ose janë duke reanimuar ose po bën diçka ose është gjendja e pacientit e cekët që rrugët tona, do të thonë nuk janë sipas standardeve, shumica e rrugëve, edhe tash personi është me frakturë të ndryshme, normal nuk mund të vozitet shpejt sepse ka dhimbje shtesë. Tash, sidomos është e komplikuar gjendja me kamerat me Safe City, nëse ndodh një apo dy vetura në semafora para ambulancës, qytetarët nuk lirojnë rrugën për me kaluar ekipin sepse marrin dënim, edhe pse pastaj u tërhiqet ajo dënim. Kjo është një lëshim i cili duhet të rregullohet, sepse unë për shembull si qytetar pse të humbi 2 ose 3 ditë të shkoj të rregulloj për atë dënim. Do të thonë këto janë disa momente që na e pengojnë që ta A i keni tregu këto, keni paraqit si problem? Janë të informuar prej në fillim. Se edhe është e vërtet, se kam parë, do të thonë çfarë bën qyteti. I kemi tabelat tona, janë tash me ngjyrë të kuqe si institucione zyrtare, do të thonë shtetërore, mirë po ne kemi të ndaluar në semafor të kuq të kalojmë. Do të thonë rreziku është në anën e shoferit. Duhet të sheh a e ka hapësirën, a ka mundësi të kalon, se shpesh ka ndodh janë aksidentuar me vetur edhe ka dalë fajtor ekipi i ndihmës së shpejtë. Do të thonë janë disa në asnjë mënyrë nuk arsyetohet ekipi i ndihmës së shpejtë. Ne e kemi do të thonë të ndaluar, ama qytetarët duhet ta kuptojnë, e di si është kur na kuptojnë qytetarët, kur janë mbrapa me ekipin edhe kur e shohin se çfarë po ndodh me pacientin, edhe kur e shohin se çfarë po ndodh në spital derisa të bëhet pranim dorëzimi i pacientit, atëherë na kuptojnë. Ose mos dash zoti kur po e përjetojmë vetë kur kemi rast apo jo. Në një familjar kur duhet ta çojmë ndihmën e shpejtë, ndoshta atëherë kuptojnë. Gjithkohës flasim është ndihmë e shpejtë, po edhe nëse e shihni që është pa pacient,
ata janë duke nxituar që të kthehen që ekipi tjetër të del. Për shembull, ka dalë një ekip i ka kryer 3-4 intervenime. Edhe tash ai ekip është i stërlodhur, normal duhet pak ta merr veten derisa të kthehet ai ekip. Ne nuk guxojmë ta lëshojmë ekipin tjetër, se mora ta kemi, patjetër ta kemi një ekip, si të themi, rezervë, se nuk e ke idenë se çfarë mund të ndodhë. Jo rastisht është numër urgjent apo jo kur thrasim 194. Dal nga dal doktor ta rumbullaksojmë këtë emision kësaj radhe edhe me ndonjë këshill apo ndonjë informacion që mendoni se duhet ta dinë shikuesit e emisionit ton. Do të kisha dashur sepse ne tham nuk e dim krejt çka ndodh me juve, ne dim ta thrasim numrin, të kërkojmë dim shpejt se duhet na sigurojnë, domethënë apo jo kompetentët ose vetë shteti. Ju e keni obligim, por nga ana tjetër ju me të lashen, ne me të lashen si qytetar. Do ta potencoj edhe një pjesë kur kërkojnë qytetarët përmes linjës 112, të kenë parasysh se atje flasim me operatorë të cilët nuk janë personel mjekësor, sepse shpesh hasim në keq kuptim nga ana e qytetarit, po unë i tregova të gjitha informacionet e nevojshme. Do me thënë, kur kërkojnë 112, fillimisht flasin me operator i cili nuk është personel mjekësor. Po si mund me e pra operator me dhe këshill për shembull nëse një konsultim mjekësor, rast konkret kisha para ca ditëve. Sepse ndodh shembull personi kërkon 194, lidh automatikisht në qytet tjetër. Shpesh kemi thirrje, janë disa pengesa teknike, do me thonë, na paraqiten nga Kumanova, nga Struga, kërkojnë ndihmën e shpejtë, ata mendojnë që po e marrin ndihmën e shpejtë e qytetit tyre, lidhen tek ne, ose përmes 112-shit, kërkojnë, do me thonë, për ndihmë të shpejtë, ata i marrin në pyetje për çfarë kërkon ndihmën e shpejtë, nëse është rast urgjent, menjëherë i lidhin, nëse është shembull ndonjë e tipit 2, i marrin disa informacione të nevojshme dhe na paraqiten neve, po na thon doktor, kemi në linjë qytetari i cili kërkon për konsultim, kërkon për këtë. Kjo është një pengesë që do të kisha thënë nuk duhet të ndodhë. A kërkohet ndihmë e shpejtë, automatikisht duhet të lidhet me ndihmën e shpejtë edhe që mos të maltretohet qytetari, të jep nga 2 herë informacionet edhe mos të humbet kohë. Këto janë disa detaje të cilat nuk mvaren nga neve, mirë po duhet t'i potencojmë sepse faji po hidhet tek ndihma e shpejtë, sepse po na kërkon informacione. Do të thonë jep informacione ku nuk duhet, e aty ku kërkohet më shumti për mu arrit, do të thonë ajo a me lëshu ekipa, jo, nuk jepen informacionet, normal se është lodh personi, s'po japun nga 2-3 herë informacione. Biseda telefonike me qytetarit dhe atyre, do me thënë nga ana e kundërt të telefonit, mos të pronozohet, mos të zgjatet, po gjitha bisedat incizohen. Në cilat raste mund t'i përdorim ose të kërkojmë në rast se ka ndodh diçka që nuk është shërby personi, do me thënë gjithmonë ekziston biseda, mund të kërkohet arsyeja pse nuk është pranuar thirrja, mund të kërkohet arsyeja pse ekipi, do me thënë, është vonu. Ne gjithmonë i kemi, do me thënë, me fakte, kur është kërku thirrja, kur është lëshu ekipi, pse, se shembull i cekëm më herët kemi pas raste urgjente. Ne si thirrje kemi pranuar, mirë po ka raste ku nuk kemi ekip të lirë. Detirohemi, besoni, detirohemi edhe prej ekipit në telefon që jemi, e formojmë plus një ekip shtesë për të rregulluar, domethënë, atë gjendje urgjente që është. Kisha dashur ta potencoj deri tek gjithë qytetarët që ta kenë parasysh se ne jemi për qytetarët, mirë po aq që kemi mundësitë edhe kërkojmë mirëkuptim nga ana e tyre, kërkojmë që të na ndëgjojnë, që sa më lehtë, sa më mirë t'i trajtojmë të gjitha rastet, mos të bëjmë ndonjë lëshim. Gjithmonë apeloj te personat kur u pranojnë thirrjen, paraqiten mirë është gjendja. Pastaj pas gjysore ju përkesu gjendja, lëshojeni ekipën. Tash na e kemi orientuar ekipin në një adresë tjetër. Nëse vetë se e kena pranuar një thirrje,
le të vjen ekipi, le ta sheh. A nëse e keni vendos edhe kjo në ndodh, kërkojnë ndihmën e shpejt, e kanë marrë personin e kanë dërguar në spital. Bëjo human. Kërkojnë ndihmën e shpejt, tregon ne e dërguam në spital që ajo ekip që është nisë për të ju të orientohet diku tjetër ku ka nevojë. Këto janë disa detaje të cilat për qytetarët mund të duken shumë të vogla, padukshme, ama ndihmojnë shumë për shkak se jemi në një situatë të tillë. Doktor, faleminderit edhe një herë që ndatë kohë, na i dhatë edhe një herë këto sqarime, të cilat besoj se po që se i dëgjojnë shikuesit e emisionit tonë, edhe ndoshta do ju kuptojnë se pse ndoshta shpeshherë ose ndonjëherë i ktheni thirrjet e tyre, por kjo s'do të thotë që domethënë ju nuk doni, thjesht kaq mundeni. A mund ta sillim një konkluzion? Nëse secili prej neve kujdeset për veten, nuk do të kemi asnjë problem. Personat e shëndosh, kontroll, rutinë çdo 6 muaj, persona që janë me sëmundje kronike, vazhdimisht në konsultime me mjekun am, çdo çrregullim, çdo përkeqësim i gjendjes është në gjendje stabile, është në gjendje të lëvizshme, të konsultohet fillimisht mjeku am, pastaj, domethënë të shkon ajo niveli primar, sekondar, terciar. Ndërkohë rastet urgjente, jo gjithçka të dërgohet në spital. Rastet urgjente, patjetër që të kërkohet, pa marrë parasysh a është në shtëpi, a është në vend publik, të kërkohet ndihmë e shpejtë edhe të intervenohet nga ana jote. Faleminderit doktor. Faleminderit edhe për ju. Ndërkohë, gjithsesi se falëndrimi shkon edhe në adresë të juaj shikues të nderuar, unë shpresoj se sa do pak u munduam të sqarojmë se në cilat raste duhet të thirret ndihma e shpejtë, në cilat raste ndoshta mund t'i thrasim për t'u konsultuar, por gjithsesi edhe mjeku tha se ose këta ekipet e tyre, sado që janë të pakta në numër, mundohen të mbrijnë në çdo kohë dhe në çdo vend, por sa po mbrin të bëjnë misionin e tyre, të kryen misionin e tyre, aq sa profesional, aq edhe human, mund të konkludoni edhe vetë, sepse shumë mirë edhe na i sqaroi mjeku, sepse kanë vetëm 6 ekipe për mbar qytetin e Shkupit, por besa edhe me rrethin. Kaq kësaj radhe shikues të nderuar, unë shpresoj se do i zbatoni rekomandimet dhe këshillat e mjekut.